Në teatrin Skampa të Elbasanit u mbajt premiera e stand-up komedis më të re të Edi Ogës me titullin O Samir me qenë shqiptar. Me humorin e tij karakteristik dhe temat e marra nga jeta e përditshme, Oga arriti të mbajë publikun për më shumë se një orë e gjysmë, mes të qeshurash e duar trokitjesh të pandërprera. Po mirë se partia i dushpi, zic, edhe jo vetëm të udhënë ndjenjës, jo vetëm të thomat e qumit të tyja, balkonin, po pse më kush të vi balkonin, të mrapa, e tu pa pluhur fare. Në fjalën e tij Edi Oga u shpreh se kjo është premiera e dytë që ai zgjedh ta nis nga Elbasani, një qytet që sipas tij e mirëpret gjithmonë, me ngrohtësi dhe reagime të sinqerta. Dhe e mirë sepse publiku i Elbasanit është publiku im, është publik i zgjedhur, është publik i kultivuar dhe kjo është faqja e dytë stand-up, është premiera e dytë, unë e filloj gjithmonë nga Elbasani, nga qyteti im. Ndoshta ishte edhe tematika që kisha zgjedhur, O Samir me qenë shqiptar, ku unë marrë në analizë veçoritë e shqiptarëve, të mirat, të këqijat, çfarë bën, çfarë mendon një shqiptar i vogël, apo i pasur, apo i varfër, sido që të jetë. Me sa duket, i gjetëm telat e publikut, ata i gjejnë veten në rrëfimet e mia, për rreth 1 orë e 20 minuta kam përshtypjen që vërtet u ndjeva shumë mirë, u ndjeva i duar trokitur, i ndjekur mbi të gjitha. Nuk e di, Elbasani gjithmonë më ka lënë këtë shije kaq të mirë. Cilat do të jenë qytetet e tjera? Sinkron. Pas suksesit në Elbasan, turi O Samir me qenë shqiptar do të vijojë në disa qytete të tjera të vendit, si Shkodra, Durrësi, Vlora dhe Fieri. Kudo që ka teatro, kudo që ka publik, kudo që ka njerëz të interesuar, unë kam nisur një tur kombëtar, siç e kisha edhe me shfaqjen e parë, 50 pa pak. Shkodra, Vlora, Durrësi, Fieri, pra qytetet e mëdha që kanë mundësi që të më mikpresin, patjetër që do të jenë në agjendën time. Me një stil të drejtë për drejtë dhe plot energji, Edi Oga arrin të sjellë në skenë realitetin shqiptar përmes humorit, duke bërë publikun të reflektojë dhe të qeshë njëkohësisht.